Ne kemi 600 policë të trafikut, të cilët i vendosim çdo ditë në diell, me gjujt me radar, me nxon njerëz me radar, a krejt Evropa, radar tash i ka elektronik. Mirë, po në rast se blen radar, pastaj kur të kalojnë njerëzit që janë të lidhur me policinë, me qeverinë, me prokurorinë, me tjerë do të mi pagu tiketat. Unë jo rastësisht të marr shembull njërin prej elementeve. Ne kemi 600 policë të trafikut, të cilët i vendosim çdo ditë në diell, me gjujt me radar, me nxon njerëz me radar, a krejt Evropa, radar tash i ka elektronik. Dhe ne kemi 600 njerëz që i djegum diell dhe i mërdhim në bord, vetë pse nuk e bëjmë një investim teknologji dhe vazhdojmë i pas të pasoja. Pse na vjen kjo? Që kjo për shembull Kreshnik. Nëse e përmend faktin që i kemi 600 policë që dalin me radar në dorë për me i ndaj njerëz, po në anën tjetër as kena pare na për me ble radar? Kemi pare. Mirë, po në rast se blen radar, pastaj kur të kalojnë njerëzit që janë të lidhur me policinë, me qeverinë, me prokurorinë, me tjerë do të mi pagu tiketat. E hjek mundësinë që sistemi mu manipulu prej faktorit njeri. Dhe na kemi problemin e madh që faktori njeri është të interferu në krejt zinxhirin ton të qeverisës. Tash, ajo që na duhet me konstatu, po ashtu, është ajo që kur e merr këtë tërësitë raportit dhe i sheh veprimet e vogla të institucioneve, edhe e shat promovimin që tash institucionet po synojnë mja bo. Qyre na kemi pak progres të limitum, po këtë në rregull është. Po pasojat e qytetarit sa është e madhe për shkak se që e shkeljen ndodhë. Sa të drejtat të njeriut neve na shkelen, sa mundësi neve na shkelen, sa kemi pasoja në krejt sistemin ton në këtë drejtim. Dhe ajo që ka unë menaj është që këtu po vazhdoj me mos me trajtu që duhet është me kuptu në esencë krejt raportin dhe me diskutu esencën e trajtimit të saj problematike. Vazhdimisht flasim për reforma, mirë, po në anën tjetër nuk e kemi një matës pse po i bëjmë të reforma dhe nuk e kemi një kthim, një feedback nëse rezultatet e asaj reforme kanë me pas një rezultat.